a lejohet dhikri me fjalën apo me emrin e Allahut ja Fattah 100 herë. Ja Fattah do të thonë ti që jep çlirim, jep ti çel udhët, të orienton ka hajri. Kështu kuptime mund të japim kësaj fjale apo këtij emri. Për të vërtetuar një dhikr i caktuar si pjesë e ibadetit, duhet me pas argument që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose ajeti kuranor ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë dhikrin e tillë në këtë formë ja Fattah për shembull. Plus pastaj edhe numri 100 për me përcaktuar një ibadet 100 herë ose 200 herë ose 30, duhet prapë me pas argument. Çfarë themi? Nuk ka argumente që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këtë emër ja Fattah, ja Fattah, ja Fattah. S'ka argument. Po ashtu s'ka argument numri 100 në këtë rast. Ka dhikre tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bën, për shembull astaghfirullah wa atubu ilay. Në një mejlis ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë 70 herë, ka raste 100 herë, ka transmetime. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 herë brenda ditës edhe natës, ashtu kurse në sevap me i liru dhe të rab. Po ashtu fjalën subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka përmend 100 herë. Këto kanë argumente. Kjo nuk ka argument. Ka disa njerëz që janë pjesë ideologjive apo sekteve të caktuara që përdorin këtë fjalë, na themi kjo është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu e di mas mire.